Një histori identiteti dhe emigracioni, romani I ri I Leonard Moravës. Në romanin e tij të fundit, La danza delle pietre bianche, vallëzimi I gurëve të bardhë, votuar nga Malina Editore, autori shqiptar Leonard Morava ndërthur fatin individual me rrjedhën e historisë të trasuar të Shqipërisë. Protagonisti Sajmiri, një fëmijë I shitur për një kokë bati dhe më pas I vlerësuar nga një çift I lidhur fort me idealet e lirisë dhe kulturës, rritet për sfiduar botën që ka ndëshkuar pa mëshirë. Në sfondin e romanit shtrihet Shqipëria në një vend pas 45 vitesh në regjimin komunist të hekur, përjeton lirimin nga diktatura vetëm për të rënë në rrëmuin e pasigurisë të tranzicionit. Samiri fillimisht mbush me shpresë, e gjet veten bllokuar me shpresave dhe dhimbjes së papërpunuar I pa aftë për të pranuar realitetin e ri, ai zgjedh të largohet. Shtegtimi I tij e çon në Itali, ku dhe pse përballet me vështirësitë e emigrantit, gjet gjithashtu shenja mikpritje dhe mundësish. Në thelb, Morava sjell një rrëfrim të fuqishëm mbi identitetin, një temë prezente në jetën e çdo emigranti, ndjesinë e ndarjes nga rrënjët, ndjenjën e uajtësisë, si natë ashtu dhe në vendin e pritës. Përmes prozës së tij të drejtë për drejtë pas tulisje të panevojshme, Leonard Morava fton lexuesin të reflektojë mbi çmimin e vërtetë të lirisë dhe mbi plagët e padukshme të emigracionit, duke I dhënë një zë, një brezit të tërë që ka jetuar mes dy botëve, pa mundur të përkiste plotësisht asnjërs.